Pse s'është? Sepse është hajdut më plot. Është hajdut, domethënë edhe nëse fiton votën e fiton në mashtrinë dhe vjedhë fjala vjen. Pra nuk mund të quhet një rival i drejtë një njerëz që është hajdut. Një njerëz i cili ka probleme domethënë me korrupsionin. Një njerëz i cili ka vjedhë. Ju mendoni që nuk mund përsëritet skenari, i Erdogani, që edhe ai ka qenë kryetar bashkie në Burg 1.5 vite në Mosgaboj, pastaj erdhi çështja e Erdoganit me Burgun është krejt tjetër nga kjo çështje. Domethënë Erdogani hyri në Burg për çështje ideologjike. Dakor, pa kanë fjalën rrugtimi. Nuk mund ta nxjerrë më fort Imamoglun kjo. Ja, nuk e nxjerr sepse madje unë po ngjoj edhe intervistat domethënë e shumë analistëve këtu. Imamoglu tash është i Diego. Është i Diego si kartë sepse është shumë e vështirë ta heqësh njollën e turpit të vjedhjeve. Ai bëhet fjalë që ka vjedhur në diku 560 e sa miliard lira, që i bin diku nëse s'ka bëj ke 1.7 miliard euro ose dollar, diçka e tillë. Një shumë e tillë vllai dashur, këtu thonë sikur ti kishte Stambolli këto para që ai ka marrë, domethënë këtu do ndërtoheshin ura e projektet mëdha, kështu që Imamoglu nuk mund të jetë dot rival me meritë kam fjalën, sepse i mungon morali. Më kupton, po i mungoj morali, ai mund të marrë vota. Nëse bëhet fjalë për shifra, ai mund të vjedhë, mund të bëjë shumë gjëra, dhe mund të manipulojë dhe i mori votën. Por nuk mund të jetë meritor për të qenë rivali i Erdogan, sepse Erdogan, atë që e ka Erdogan dhe ky se ka, është Erdogan është i ndershëm, nuk është akuzuar dhe nuk mundet të akuzoj deri më sot, nuk është vërtetuar asnjë lloj çështje ose krize morale, qoftë financiare, qoftë morale tjera, nuk është vërtetuar ndaj Erdogan. Pra, në rasti Zelenskit në gjykimin tuaj, nëse mund marrim krahasim, që perëndimi e shtyllë dhe e la vetëm, ndërsa në këtë rast perëndimi pra nuk po e mbështet. Për shkak se Europa ka nevojë për mbrojtjen e Turqisë. Zelenski është një kukull europian, le të themi që është edhe ky një kukull i tillë që është përdorur po nga europianët, edhe jo nga europianët, por edhe nga amerikanët, amerikanët e majtist, pra të Bidenit, të Sorosit, sigurisht janë të tillë ta, por le të themi që Zelenski të paktën s'është në Burg. Ky është dallimi, s'është diçka. Të jesh në Burg, edhe mos jesh në Burg. Zelenski ka mundësi të manovrojë derisa ta pastrojë veten e vet, domethënë pavarësisht është edhe ai i zhytur deri në fyt, domethënë në probleme të mëdha me korrupsionin e me vjedhin, po atje nuk ka shtet, duke qenë që nuk ka shtet, pra është luftë, normalisht nuk ka mundësi edhe ta gjykojë kush atje. Kurse këtë zotrin këtu e kanë ka. Sot është mrena dhe ai sot do po jep llogari. Ai është duke dhënë llogari, pra ai është në minus për shkut e zero, por që nuk do të arrijë dot sepse po i vërtetohen gjërat shumë të mëdha, kupton, ka video, ka domethënë dëshmi. Ka video konkretisht? Po patjetër, ka video që ato kanë qenë duke numëruar paret sikur më qenë hajdutën duke numëruar topat ndaj me parat, domethënë që kjo nuk ekziston në domethënë në një staf ose në një administratë serioze, siç është Bashkia e Stambollit. Kurse këto kanë bëu pra pazaret e këtyre, qoftë me pare, qoftë me fjalë, qoftë me kërcënime, qoftë me dëshmi që i japin njerëzit, biznesmenë, këto kanë kërcënuar biznesmenët nuk. I kanë thonë biznesmenëve, shiko, ti do na japësh njërit prej tyre për që ka dalë në dëshmi, i kanë thonë do na sjellësh $5 milion, një pronari një qendre tregtare, do na sjellësh $5 milion. Nëse nuk i sjell, i bin që ti do të armiqësohesh me presidentin e ardhshëm të Turqisë. Pra se ata gjithmonë mendonin se ky do të jetë presidenti i ardhshëm i Turqisë. Mirë po, përfundimisht domethënë gjitha këto janë çështje të cilat i takojnë gjykatës dhe i takojnë prokurorisë. Do merren të gjitha në arsyetim, edhe normal prokuroria ka atë politikën e vet, domethënë i çon deri në tavan, domethënë akuzat, kupton, dhe pastaj mban ato që janë më stabile. Fakti që Erdogan ju tha që veproni shpejt pavarësisht protestave? Ai drejtësia do të dalë shpejt. Drejtësia quhet drejtësi nëse është e shpejt. Drejtësia e vonuar nuk është tamam drejtësi, kupton? Sepse nëse ti dosën të hapur, ti në fakt je duke i dhënë popullit ose kombit, je duke i dhënë hemoragji, sepse ke dy palë të cilët, domethënë, njëra thotë që është fajtor, tjetra thotë që nuk është fajtor dhe të dyja përplasen.
edhe nëse drejtësia nuk vjet në vend me argumente ashtu siç duhet të jetë, atëherë pra duke u vënë në vend qartësohen gjonat, kupton? Ama nëse nuk vjen në vend, atëherë bie që këto të vazhdojnë të përplasin me njëra tjetrën, kombi do të ketë probleme, do të ketë trazira, do të ketë gjurolli, edhe po them që këtu ka ndodhur domethënë trazira që ekonomik thot edhe herë më fal. Edhe sabotim ekonomik thot Erdogan. Edhe këto do të kapen gjithë. Domethënë Erdogan tash I ka hyrë kësaj çështje me fuqi. Edhe për mendimin tim ka bërë gjën e dur që ashtu. Pra, dy gjëra ka bërë. E para, ai po I çon sot këta njerëz po I çon në para drejtësisë, nuk u bën asnjë gjë më tepër. Drejtësia do merret me ta. Le të merret drejtësia, po thotë Erdogan. Nuk po thotë asnjë gjë më tepër, thotë nuk kam punë ju, merrni me drejtësinë. Hajde, pastrojë veten, domethënë nga akuzat që t'janë bërë. Nëse vazhdojmë këtë linjë, është ky pastrimi I fundit pas atij të Jo, sepse do të ketë akoma. Sepse këtu ka shumë probleme vllai. Domethënë problemet këtu Turqia duke qenë që Turqia ka shumë armiq të jashtëm, por edhe të brendshëm. Unë mendoj që derisa të pastrohet mirë, domethënë në Turqia do të vazhdojë të ketë në element. Por ajo që është e rëndësishme duhet të dim diçka. Nuk ekziston këtu në Turqi vllai dashur, nuk ekziston diçka që quhet shtypje e fjalës lirë. Tu nëse do të flasësh, fol. Po kur flasësh, fol të vërtetën. Fol të vërtetën. Nëse ti po flet të vërtetën, ose pra pa manipulime, tu je I respektuar ke drejtën e fjalës. Paktën unë po shoh, domethënë me sa po shoh, kjo ekziston. Dikush po thotë jo, po mua pengojnë fjalën e lirë. Po normalisht do ta pengoj fjalën e lirë nëse ti shpif. Këtë është folur për një numër të arrestuar gazetarësh, një numër të madh. Patjetër që arrestohen. Edhe gazetarët, shiko, gazetarët nuk kanë çfarë imuniteti kanë gazetarët nëse shpifin. Pse duhet të ketë imunitet? Është gazetar shumë bukur, është gazetar thuaj të vërtetën. Tregojë ndershëm me media. Sepse ti je duke informuar popullin, e ke amanet, e ke obligim para popullit që ti tregosh vërtetën. Ata shpifin. Ata që shpifin, po flasim për ata që shpifin. Ata njerëz që shpifin nuk e meritojnë quhen as gazetar. Ata kanë imoralitet profesional të kjo pjesë. Ata bën fegla. Arrestimi pa gjyq. Shiko, arrestimi është tjetër gjë, dënimi është tjetër gjë. Mund të arrestohet edhe orën e vetë Erdogani ndoshta arrestohet. Çrëndsi ka kjo. Çështja është çfarë vërtetohet. Pra merret në arrestim për si peng për tu hetuar. Nëse deli pa fajshëm, ai brenda 72 orëve, siç është në çdo vend botës së kryetruar, në çdo vend botës për 72 orë, nëse nuk ja vërteton akuzat, atëherë do të merret gjykata, vendos gjykata. Nëse vendos gjykata, më fal se isha nuk përshëndetem.